Të dashur shqiptar, gazetar investigativ grek kanë gjetur që lista e toponimeve në himar është e falsifikuar. Nuk është zbulim im, është zbulim i gazetarëve grek. Dhe si është bërë ky zbulim? Krejt rastësisht. Mbas lindjes së demokracisë në Shqipëri, klani Bulatović ndryshon emrat serb të antarëve të tij në Shqipëri dhe një përfaqësues i tyre bëhet kryetari i Partisë Demokratike, i cili sugjeron në parlamentin e parë shqiptar të futet një organizatë e re e panjohur që quhet Omonia. Organizata Omonias përgatit listën e toponimeve greke në Shqipëri. Dhe ata bëjnë një gabim fatal. Marrin emra që janë krijuar gjatë periudhës së mesjetës në helenisht dhe i kthejnë ata në emra të lashtë për të treguar që janë vendbanime të lashta greke në Shqipëri, gjë që s'është e vërtetë. Tani një nga këto toponime të deklaruara nga organizata Omonia hyn si dokument në parlamentin grek gjithashtu. Dhe parlamenti grek kërkon përkrahjen e vëllezërve të tyre në Shqipëri. Dhe argumenti kryesor për mbështetjen e tyre ka qenë pikërisht lista e toponimeve të lashta greke. Dhe në këtë listë përfshihet Vuno. Dhe ç'bëjnë pra këta organizatorët e Omonias? Shkruajnë emrin Bounos, që është emri i lashtë helen në gjinin mashkullore. Mirë po, kjo fjalë shqiptohet nga himariotët Vuno. Shkruhet Vuno, dhe e vërteta është se toponimet në himar nuk janë shkruar kurrë. Kur them shkruhet mbas viteve 90, kur lindi demokracia në Shqipëri. Ky është një tmerr i vërtet, sepse nuk ekzistojnë dokumenta të toponimeve të lashta himariote. Janë të gjitha të shpikura. Por sidomos ky toponim, Bounos, është më spektakolari nga të gjithë, sepse që në shekullin e 4 të erës sonë, toponimi i lashtë helen Bounos, i gjinisë mashkullore, u kthye në Vauno dhe u shqiptua Vuno. Ky është emër i gjinisë asnjanse, që nga shekulli 4 i erës sonë. E besoni apo jo? Pra ky nuk mund të jetë emri i lashtë i gjetur në asnjë dokument që nuk ekziston të himariotëve, për arsyen e thjeshtë se në të gjitha dokumentat e Bizantit, në të gjithë perandorinë bizantine, në çdo cep, por jo në himar, por në të gjitha cepat e tjerë të perandorisë bizantine, ekzistojnë toponime me emrin Vuno. Për fatin e keq të shoqatës së Omonias, gjuha greke i ka humbur të gjitha rasat e lashta helene dhe ka ndodhur ndryshime drastike mbas hyrjes së gotëve në Hellad në shekullin e 4 të erës sonë. Gotët shkatruan perandorinë romake të perëndimit, dogjën në Romën, u shkatrua perandoria romake dhe pjesërisht u shkatrua dhe perandoria e re e Bizantit, që quhej Roma e re. Dhe bizantinët e quanin veten Romaikos, domethënë si romakët. Emri perandori bizantine është vënë mbas rrëzimit të saj. Ata se kanë ditur çdo thot perandori bizantine. Ata e kanë quajtur gjithmonë veten romak, as grek jo. Po ajo që është e rëndësishme është se ky toponim, pra ky emër shfaqet në shekullin e 4 të erës sonë dhe kaloi në disa faza tranzicioni, nga emër i gjinisë mashkullore u bë emër në gjinin asnjanse dhe pastaj i humbi të gjitha rasat e lashta.
Ky emër gjendet në greqishten e Helladës dhe për fat mirë, ky emër gjendet në greqishten e folur në Mariupol. Do më thënë, në Mariupol gjithashtu ekziston toponimi Vuno, që do thot mal. Pra nuk është Vunos. Ka ndodhur ky ndryshim njëkohësisht edhe në Greqinë Pontike në mënyrë të pavarur, edhe në greqishten e Mariupolit në Ukrainë, edhe në greqishten e Helladës, dhe nuk ekzistonte Vuno në Himar fare. Pra në 3 vende të ndryshme të perandorisë, në të njëjtën kohë ka ndodhur ky ndryshim. Emri i gjinisë mashkullore Vunos u kthye në Vuno, emër i gjinisë asnjanse. Tani kjo është shumë e rëndësishme sepse na del që të gjitha këto ndryshime, të gjitha këto falsifikime i ka bërë një grup intelektualësh. Këta turbohelen kanë krijuar parti të ndryshme të djathta, janë ideatorët dhe bijtë e ideatorëve të holokaustit kundër arbëreshëve që u dërguan në brigjet e Italisë, pastaj për herë të dytë holokausti kundër çamëve, pra është gjenerata e këtyre turbohelenologëve që i kanë rënjit pra që me krijimin e shtetit grek, mbas çlirimit të tij nga Turqia. Pra, toponimi Vuno është një toponim i ri, mbas shekullit të 15, sepse ndryshimet e fundit fonetike të emrit Vuno kanë ndodhur pikërisht mbas shekullit të 15. Për fat mirë këtë zbulime kanë bërë gazetarët grek. Është zbulimi i tyre dhe po e nxjerr unë ta shohë gjithë Shqipëria, parlamenti shqiptar, partitë politike, të cilat duhet të zbrazin nga radhët e tyre të gjithë bashkëpunëtorët e organizatave greke, sepse këta bashkëpunëtor shiten si analist, jurist, gazetar, njerëz të penës dhe janë futur në të gjitha partitë politike në Shqipëri. Kanë depërtuar të gjitha mediat njerëz të tillë që janë turbo-helenolog. Pra ky është një zbulim i gazetarëve grek, sepse ata e njohin greqishten më mirë se sa ne shqiptarët. Pra, emri i gjetur në Himar, Vuno, është pikërisht emri i malit. Vuno është emër i gjinisë asnjanse. Tani rasat e lashta helene janë shkatruar. Emërore Vuno, gjinore Vunu, kallëzore Vuno dhe thirrore Vuno. Tani është shumë i rëndësishëm numri shumës, dhe do të them unë se pse. Emërore Vuna, gjinore Vunon, kallëzore Vuna dhe thirrore Vuna. Janë shkatruar të gjitha rastat e lashta helene. Këto janë të dashur shqiptar rastat e lashta helene të emrit mashkullor Bounos, që ishte me B. Tani do të shohim se çfarë ndodhi me këtë emër. Emri Bounos u shqiptua me një u të gjatë në shekullin e 5 para erës sonë. Pra ishte Bunos. Në shekullin e parë të erës sonë, në helenishten koptike, të gjetur në Egjipt, ky emër u bë me një u të shkurtër, nga Bunos në Bunos. Nga shekulli 4 deri në shekullin e 10 të erës sonë, ka ndodhur ky ndryshim fonetik gradual nga Bunos në Vunos. B-ja është bërë v në histori gjithmonë në helenisht, por edhe në shqip. Meqense kjo fjalë është gjetur dhe në greqishten e Mariupolit, në Ukrainë, mendohet pra që të ketë ndodhur përpara shekullit të 10 të erës sonë, sepse ky komunitet ka ekzistuar atje që para shekullit të 10. Pra, midis shekullit të 4 dhe midis shekullit të 10 kemi prova të patundshme që B-ja është bërë V. Dhe në formën që kemi në sot në Himar është pikërisht ajo shekullit të 15.
Rasat siç e shikoni janë krejt ndryshe në helenishtën e lashtë. Emërore Bonos, unë po e shqiptoj siç ishte shqiptuar nga helenët e Mikenës, shekulli i 11 para erës sonë, sepse më vonë kjo u bë në Bunos. Gjinore Bonou, po e shqiptoj një lloj si shqiptimi i Mikenës. Dhanore Bounoi, po e shqiptoj si shqiptimi i Mikenës. Kallëzore Bounon, një lloj si shqiptimi i Mikenës, dhe thirrore Boune, shqiptimi i Mikenës. Dhe shumë si siç e shikoni është Bounoi dhe jo Buna. Kjo është shumë e rëndësishme, ëh? Rasat janë krejt të ndryshme nga rasat e greqishtes së sotme. Grekët e sotëm nuk janë helenët e lashtë. Të dashur shqiptar, të dashur politikan, të dashur gazetar, intelektual, kudo në Shqipëri, ky është dokumenti origjinal i paraqitur në parlamentin grek në vitin 1995 nga Partitë e Djathta, të cilat pretendonin që të gjitha toponimet në himar janë toponimet e lashta helene dhe ata pretendojnë pra që ky emër shqiptohet vunos dhe shkruhet vunos. Dhe është një mashtrim i madh, sepse ky shqiptim ka ndodhur midis shekullit të 4 dhe të 10, siç e pam në greqishtën e Mariopolit, por fundorja së është hequr mbas shekullit të 10 të erës sonë. Pra ishte vuno në greqishtën e Mariopolit, vuno në greqishtën pontike, vuno në të gjitha dokumentat e Bizantit në shekullin e 10. Dhe me theksi në fund të fjalës është bërë pra në shekullin e 15 për të imituar theksin e lashtë helen, i cili nuk dihet. Ne nuk e dim se si e kanë shqiptuar helenët në fakt të fjalë. Pra, gazetarët grek, të irrituar me lëvizjen e djathtë në Greqi, sepse kjo lëvizje është bërë një shqetësim i madh për Greqinë, është një kërcënim për demokracinë greke të sotme. Turbohelenët pra janë bërë pjesë të organizatave të djathta, të rrezikshme, të dhunshme. Dhe madje vetë shërbimet amerikane i kanë cilësuar këto si organizata të rrezikshme. Pra të gjithë aleatët perëndimor dhe europian i konsiderojnë këta turbohelen si të rrezikshëm. Tani, kjo është e llahtarshme, të gjitha toponimet e himares janë të falsifikuara. Jo vetëm ky. Do t'i sjell dal nga dal në dokumentat të tjera. Por ky është më i spikaturi nga të gjithë dhe ky dokument tërhoqi vëmendjen e gazetarëve grek. Pikërisht ky emër. Është shumë i përhapur në Greqi, shqiptohet vuno, shkruhet vuno, pas dhe është emër i gjinisë asnjanse. Mënyra se si e paraqisin këta falsifikator minoritar është turp i madh i njerëzimit, sepse kjo është mënyra se si shkruhej kjo fjalë në shekullin e 5 para erës sonë, po ne nuk e dim se si është shqiptuar. E marrim me mend shqiptimin helen të shekullit të 5 para erës sonë. Pra duke dashur që t'i bëjnë vendbanimet himariote të lashta që nuk është e vërtet. A janë ata refugjat të ardhur në shekullin e 15 mbas lëvizjes së arbëreshëve për në brigjet e Italisë nga Afrika e turqëve që po hakmereshin mbas vdekjes së Skënderbeut. Këto janë hipoteza, por që ata janë të ardhur, kjo nuk diskutohet. Këto nuk janë toponime të lashta. Helene dhe himariotët pra nuk janë kanonët e lashtë. E kuptoni apo jo? Gjuha e tyre pasqyron zhvillime fonetike të gjuhës greke, moderne.
dhe të gjuhës së grekëve në Mariupol dhe të greqishtes pontike. Po të ishin ata ilirët të lashtë, po të ishin ata e periudhët e lashtë, gjuha e tyre do kishte marrë drejtim tjetër, një lloj siç ka marrë gjuha shqipe. Pra është e pamundur që himariotët të jenë kaonët e lashtë, e periudhët e lashtë, është gjë e pamundur. Dhe duke dashur ata ta bëjnë gjuhën himariote të lashtë, kanë falsifikuar pra të gjitha toponimet, emrat e fshatrave, madje edhe ata që janë në gjuhën shqipe, ata i kanë kthyer në helenisht, do t'i shikojmë më vonë, që të dukeshin si Helene. Tani, kjo është një gjë shumë tronditëse, sepse në këtë mënyrë janë ndotur edhe ato toponime që mund të kenë qenë të lashta Helene, janë prishur. Tani në nuk e dim a janë të falsifikuara apo janë origjinale. Pra ata i kanë bërë një dëm shumë të madh gjuhës greke, kulturës së lashtë Iliro-Helene dhe vllazërisë Iliro-Helene. Pra ata nuk e kuptojnë që gjuha helene dhe gjuha shqipe janë gjuhë motra, kanë të njëjtën origjinë. Dhe ky është një paralajmërim për shqiptarët se çfarë mund të ndodhi po të lejojmë ne turbo albanologët që të marrin pushtet politik. Do ndodhe njëjta gjë. Duke dashur të ndihmojnë gjuhën shqipe, ata do falsifikojnë çdo gjë dhe të gjitha ato arritjet që ka patur gjuha shqipe dhe kultura ilire do shkatrohen prej tyre. Siç po ndodh, dal ngadalë. Pra ne kemi një historiane të famshme e cila e ka ndërtuar historinë e Shqipërisë mbi bazën e poemave të Homerit. Është e padëgjuar. Është një lloj sikur dikush të bëj historinë e Shqipërisë të mbështetur mbi një vepër të Kadares, Ura me Triharqe. Domethënë këtë ka bërë ajo historiane, por nuk ka marrë një vepër shqiptare, por ka marrë veprën e Homerit. Dhe ka nxjerrë historinë e shqiptarëve, na ka bërë neve pellazg. Merë fjalë Helene dhe i shpjegon me fjalët një rrokshe të shqipes, kur dihet që gjuha shqipe i shkurton fjalës. Për shembull, amikus e ka shkurtuar në mik, kabalus në kal, medikus në mjek. Pra nuk ndërtohen fjalët e helenishtes me fjalët një rrokshe të shqipes. Pra këta turbo alban do bëhen të rrezikshëm, madje shumë prej tyre hapur fare kanë bërë thirrje për dhunë, djegjen e akademisë. Përfundimisht, le të jetë ky një paralajmërim për shqiptarët se çfarë do na pres ne, nëse këta turbo alban ignorant do bëjnë të njëjtën gjë që bën turbo helenët, që paraqiten emrin Bounos si toponim himariot, kur ky emër ka ndryshuar që në shekullin e 4 të erës sonë, në Vuno. Ju falenderoj shumë të dashur shqiptar dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.